një afërsi, shihet edhe deklaratat të zotit Lima dhe zotit Abizgjiku për një afërsi të tyre politike. Po gjithandaj më tash flitet në studios që zoti Limaj do të hinë listë me juve. Është e vërtetë kjo gjë, është përcaktuar lista, jeni bagati për zgjedhja, do të jetë zoti Limaj në koalicion parazgjedhor me LDK-n. Ky është diskutim shumë i avancuar për sot. Pra nesër kemi seancën ku propozohet mandatari i dytë. I avancuar po flas se i dha gjithë argumentet prej që janë në emision që s'ka qeveri. Tash, unë i preferona deklaratat juve se. Okej. Kuptoj. Nuk pja shpjegoj fidanit pja. Okej. Pra, ti marrim hap pas hapi, definitivisht. Nesër kemi tentimin për të votuar mandatarin e dytë nga vetvendosje. Vlerësimi është do të shtoj, do të shkojmë drejt zgjedhjeve të reja. Presidentja pastaj ka disa ditë afat për të konsultuar partitë politike dhe për të dhënë datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e tek pastaj partitë politike ulën për të bërë të diskutime. Qoftë të përfshirjes së partive tjera në listën e tyre, qoftë të koalicione është diskutuar që aty në LDK-s koalicionet parazgjedhore? Jo. Do të thonë gjithë janë me qarkullime. Është shumë herët për një gjë të tillë.